babi ka qenë jurist me profesion, nana nuk ka qenë e shkollume sepse rrethanat kohore nuk kanë leju atë kohë që femra tjetë në nivelin e vetë emancipimit, po ne fëmijët jemi pasqyrë edukate që na kanë ngulit ndërdije, me sjellje, me dashuri, me ndoshta dhe lot tonë na i kanë përshafu ndryshe. Një moment në aspektin tim profesional thasha ku kanë gjetë forcë dhe jetesë sepse 3 fëmijë para meje kanë vdek. Si kanë mujtë me na buzëqesh njëve tjerëve që kemi prit mandej adhurimin, ledhatimin e tyne dhe përshafimet e tyne që na kanë dha për një jetë thjesht shumë normale emotive. Çfarë mban mend nga fëmiria? Cilat janë ato kujtimet për të cilat ti i ndan, ndoshta përmes kësaj fotografie në një moshë kaq të vogël? Si ka qenë ajo fëmiria juaj? Ndoshta struktura e punës neve na ka mundësuar që një shtresë përpara ka qenë një shtresë e mesme. Po. Edhe në këto kushte veshja, ushqimi nuk kanë qenë në vërën e dyshim. E di që po prapë si fëmijë pritshim rikthimin e babës nga Prishtina se vike me një kuti, me një pako me biskuita ose diçka tjetër që neve na gëzojshin shumë. Natyra e fëmijës se tillë shtemi qesh gjithmonë ndoshta synin më të unt edhe na kanë dash, na kanë çmuar, na kanë kjo më tepër më kujton se ndoshta edhe vetë tash erdhem në ato momente kur s'kem llogari që ka shpejt vim në ditë të pensionit. Por se prap thjesht fluturoja kohë dhe të vetëdijshëm neve por i kthehemi shpesh në kohën a thuj jemi edhe mujtë me qenë si prindër për fëmijët tonë në çat nivel çfarë kanë qenë prindit tonë ndaj nesh. Shumë e bukur kjo. Shkollimi, situatat e ndryshme jetësore, ndërtimi i shtëpisë, oferta që të shkojmë jetojmë në Prishtinë, këto i mbaj mend si fëmijë, por ndoshta me zgjedhjet ka mujt me pas edhe zgjedhje tjera, por këto prapë janë ngulitur në psiqikën tonë të krejt fëmijëve. Ndoshta jo vetëm neve si familje, po secila familje ka një ofertë, një momentum që ndoshta e shfrytëzon në mirë ose nuk e shfrytëzon atëherë.